Banjë nuk shihet a e ka sulmu apo se ka sulmu. E di çfarë të merre është kur të nxen drejtori, arsimtari, profesori në korridor. Që kjo për mu, kur e lexova, ke kështu alarmonte. Pamjet që ati kena po në shkollën pavarësia janë pamjet më të këqija dhe më të mërshme që mujna me i po në shkollat tona. Ndonë se shpresoj që jo, po në plot shkollat të tjera të Prishtinës rastet të tilla janë të izolume. Nxënësi në pamje është i mitur fillimisht, edhe nxënësi në pamje shihet që gjatë ditës pësën 2 herë goditje fizike prej një herë drejtorit e më pas mësimdhënësit. Meqense i kam të freskëta kujtimet e kur e kam kryer shkollën edhe të mesmen edhe filloren. Të sa e ke kryer? I bjen 4 vjetash. E di çfarë të merre është kur të nxen drejtori, arsimtari, profesori në korridor. Domthonë e pam drejtori e sulmoi në ata janë në banjë, tash në banjë nuk janë xhirimet e kamerës. Ke qenë Sami Frashër? Në Ahmet Gash, në gjimnazin shoqëror të Prishtinës. Shoqëror, okay. Në përvojën tone si nxënës, a janë re nxënësit në shkollën tënde? Lutem, a bëm para se me dal, aty se kam një dhënë e cila na tregon pak më shumë mbi këtë. Drejtori shkon në banjë nuk shihet a e ka sulmu apo se ka sulmu, mirë po nuk menoj që nuk i ka pri që ti sulme që po e shohim tash. Si drejtar i arsimit refuzoj që shkollat dhe drejtoritë komunale të arsimit të trajtohen si shkarkuese të dështimeve strukturore të nivelit qendror, të shërbimeve sociale dhe të institucioneve tjera shtetërore. Me të cilën pajtohemi, besoj që u pajtuam deri tash, nuk është veç një hall këtu e cila ka faj. Mirë po, një paragraf më poshtë thu kështu. Qëndroj fuqishëm pranë shkollave, mësimdhënësve, nxënësve dhe drejtarëve që po punojnë në presion të jashtëzakonshëm dhe shpesh pa mbrojtje minimale institucionale. Që kjo për mu, kur e lexova, ke kështu alarmonte. Thash në çfarë kurse janë të punu shkollat. Nëse që ka lirshëm një mësimdhënës në sallë të profesorëve, e ka ullë një të mitun, mi bank, cila është sjellje jo e pranueshme edhe me masa disiplinore të cilat janë parapame në strukturën ligjore të arsimit parauniversitar. E ullë edhe e godet, edhe e poshtnon, edhe e denigron para shokëve të vetë. Të ne sta pëtojnë edhe këj shkelma ja ka kthy. Këj ja ka kthy, mirë po, pa dash me arsyetu dhunën, për shkak që në fundit është akt dhune. Po jo i nxënësit, edhe nxënësi ka hjek, e ka rrej në banjë, e ka rrej në korridor, edhe rrej prapë në sallë profesora. Shpirt ka, lëkur ka, secili njeri. E çka i thu aty në njerëz që thonë, këto shokët i kishin hinë sallë të arsimtarëve mësuesit me rrej. Çka i thu? Çatyne që thojnë kështu? Për këta nuk kam nevojë mi thonë, unë thot udhëzimi administrativ për masa disiplinore ndaj nxënësve, mësimdhënësi është një i kërcënuar se po dojnë me rrej 10 nxënësve. Momentin që nina i kërcënuar e thirrë policinë, shkak që nuk kam dalë me zgjidh probleme në institucion publik edukativ arsimor me dhunë, se nuk është çaj roli jam si mësimdhënës në atë rast, e dorën zamër nuk është as roli jam si nxënës me sulmu mësimdhënësi.